Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe këtë pasdite këtu në televizionin Shenja me emisionin Relax. Para se të fillojmë dhe para se të prezantoj dhe të ftuarën tonë në studio, njëherë që uroj të gjithë shqiptarëve kudo që jeni dhe festën e 28 nëntorit, ditën e flamurit. Ne sot do të flasim me zonjën tonë të nderuar në pikat e shkurta për historikun e kësaj feste dhe normalisht edhe për inkuadrimin e femrës shqiptare ndër shekuj. E ftuara jonë në studio është e dashura dhe shumë e nderuara Gjyla Çeliku. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Relax. Mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se ju gjeta televizioni Shenja, mirë se ju gjeta shqiptar, kudo që jeni, gëzuar festën. Unë ju dëshiroj nga zemra që të festoni, por mos harroni edhe ta doni njëri tjetrin, sepse ne jemi shqiptar. Dhe humanizmin duhet ta kemi në pikë parë, veç kështu ne dim ta nderojmë kombin tonë, se duke u shar, duke krijuar urrëtie, jam shqiptar ose jam kosovar ose jam shqiptar nga Maqedonia, ashtu ne as nuk mund të bashkohemi, as nuk mund të përparohemi, po as nuk mund të prosperohemi. Që kombi jonë duhet të respektuar me punë dhe me dinjitet. Jam shumë e lumtur që më keni bërë ftesë speciale sot. Unë kam pasur 4 raste një jetë 28 nëntorin ta festoj kështu si sonte. Na bëjë qefi dhe me thënë që aqë mirë ndjeni në ambientin e emisionit Relax në televizionin Shenja. Atë nuk mund ta mohoj. Është festa e para, je mirë me ngjyrat, edhe ti duke shumë bukur, kuqezi, ne jemi kuqezi. Edhe dyta, domethënë, hera e parë që emocionova shumë përpara 3 vjetësh, me një mikun ton, është profesori historisë nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, ish prorektor Kari Ramadani. Kishim një konferencë, ishim bashkautor pjesëmarrës në konferencë në Akademinë e Shkencave Republikën e Maqedonisë, me temë, domethënë, pavarësia e Shqipërisë dhe ndikimi Austro-Hungarisë në pavarësimin e Shqipërisë. Edhe më lajmërohet Feariu mua, më thotë, Gjyla, thotë, unë jam i zënë, se ishte prorektor, thot, a do shkosh ti ta bësh prezantimin? Edhe unë thash, në rregull, do shkoj. Do shte prezantimit bëhet në gjuhën maqedone, thash në rregull. Çfarë të bëj tash unë, si të shkoj, ku të shkoj? Unë nuk kisha asnjë koleg shqiptar me vete, ishin gjithë maqedon. Edhe si të veshem, thash është 28 nëntori. Unë plus flas për pavarësinë e Shqipërisë, unë do veshem kuqezi. U vesha kuqezi. Edhe shkoj atje, ishte hera e parë që merrsha pjesë në një frymë nacionaliste deri në tembrat këmbëve, ku të mbështetem, ku të gjej përkrahje, si do të shfaqem. Për moment, ato ishin lëre që ishin nacionalist apo ishin gjenerat më e vjetër. Unë e parapik vuduka shumë e re dhe dyta kuqezi. Ishte 28 nëntori, u lidhen shumë gjëra. Emocione kisha të papërshkruara. I kam të njëjtat sot, shumë e lumtur. Thash, unë mundem ta bëj. Edhe fillova prezantimin. Kaloj shumë bukur, më ndihmoi mendimi për energjinë pozitive që duhet të jap unë në ditën e 28 nëntorit dhe të uroj që gjithë shqiptarët, jo veç ditën e 28 nëntorit, por sa tjeta, t'japin energji pozitive dhe punë, se veç ashtu mund shkojmë përpara, kështu që kalova mirë, besoj se dhe këtu do kaloj mirë, faleminderit shumë faleminderit, e çmoj shumë. Patjetër, do mundohemi që këto minuta edhe ne të kalojmë mirë, po edhe shikuesit që janë duke na ndjekur për momentin. Zonja Gjyla, në çka mund të na thuash konkretisht për këtë ditë madhështore? Sa e keni njohurinë ju për Marigoposion dhe çfarë e lidh atë grua me këtë ditë? Tashi, unë për këtë ditë madhështore mund të them shumë. Nuk mund të them më shumë se historianët, sepse unë nuk jam historiane, unë jam një mësuese e shkencave politike, që ditë krijoj politikanë të rinj, po për ditën sot unë kam lexuar shumë, edhe lexoj, sepse unë jam shqiptare dhe jam krenare që jam shqiptare. E them me shumë krenari, kudo në botë që më bie puna në konferenca apo të jem si visiting professor, unë jam shqiptare dhe me religion jam muslimane, feja ime është jam muslimane, kështu që unë nuk i mohoj këto 2 gjëra që i kam, jam shumë krenare për këta,
28 nëntor është ditë e shenjtë për gjithë shqiptarët, anë mban. Gjithë shqiptarët duhet të mlidhen dhe ta festojnë bashk, sepse në këtë ditë u shpall shteti jon i pavarur shqiptar. Dhe Isa Buletini bashk me shok e ngriti flamurin në Vlorë. Tashi për vajzën të cilën është e panjohur, Mario, ajo është Marigona, si themi ne, është vajza e cila e qëndisi flamurin ton kombëtar. Ka disa supozime të ndryshme, të cilat unë nuk mund t'i dëshmoj, sepse nuk jam historiane, por unë mund të them se ajo është një femër e cila nuk duhet harruar nga populli jon, sepse përveç qëndisjes së flamurit, ajo është marrë edhe me aktivitete të ndryshme në çështjen shqiptare, duke përfshirë pjesën që shkruante edhe poezi. Bile isha shumë e re, unë kam marrë pjesë në gara republikane, kam recituar, ma që një kam qenë klasa e 6, kam marrë vendin e 2, kam pas një poezi të saj, që e kishe shkruar për Adni Rustemin. Thot, ti shkove, por Shqipërinë e shpëtove. Edhe me prejardhe vajza Marioja është korçare, por nga regjimi atëhershëm u detyrua të dyndet në Vlorë. Edhe u martua aty, tash sipas disa supozimeve apo të thënmeve, unë s'di si ta them këtë fjalë, thuhet që flamurin e kanë sjellur nga Rumunia, nga Bukureshti, kur e ka mbajt Ismail Qemali mbledhjen me shqiptarët e Rumunisë, dhe kanë sjellur nga atje. Bilem, ai që e ka sjellur e ka mbajtur në gjithë rrugës, me thënë me aq dashuri të madhe. Është edhe opcioni tjetër ku flamuri është sjellur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bostoni, por është edhe ky opcion që, domethënë, është blerë dhe është qëndisur nga Marigoja. Është tjetra që Marigoja ja ka qëndisur vetëm steket. Sidoqoftë, për ne është një femër, domethënë, që ka dhënë kontributin e vet në maksimum. Në kohën e duhur, në vendin e duhur, dhe nuk duhet harruar, sepse edhe pastaj aktivitetet e mëtejshme të saj kanë qenë të paharruara. Ka krijuar një revistë shqiptare, pastaj vajzat i ka angazhuar në aktivitete të ndryshme, por përfundimi ka qenë një i këndshëm i saj. Tash në këtë ditë unë nuk dua që ta prish atmosferën, por ja që situata herë prishet, herë ndreqet, ne duhet ta tejkalojmë. Dua ta tregoj, sepse meriton që unë ta tregoj. Pati ajo u bë shumë aktive, por ajo që mua më mërzit ishte sepse djali duke u kthyer nga Amerika i vdiq, ashtu edhe vajzat, pastaj përfundimi i saj ishte u sëmur nga tuberkulozi. Një përfundim jo të mirë, megjithse nuk pushoi së vepruari gjatë gjithë jetës së saj. Jo rastisht edhe tema e sotme, domethënë në këtë emision që ne tani po e zhvillojmë, është inkuadrimi i femrës shqiptare ndër shekuj. Me që ndoshta për popujt e tjerë nuk është aq shumë e njohur kontributi dhe veprimtaria e femrës shqiptare. Po edhe mua kur më ftuat në emision, s'pari, ju falenderoj që më ftuat në emision. Të shfrytëzoj rastin, pse kam ardhur unë këtu në emision të ju, edhe të shfrytëzoj rastin t'i përshëndes edhe studentët e mi, sepse ju dini të mi promovoni mua studentët. Kur mua një televizion mi promovon studentët, më promovon shpirtin dhe punën time. Për mua studentët janë gjithçka, janë brumi im, janë puna ime. Edhe arsyeja që unë kam ardhur këtu është sepse jeni i vetmi televizion që mi promovoni studentët. Unë ju dëshiroj sukses dhe shfrytëzoj rastin të njëjtën kohë pa uroj edhe për vjetorin, se i bëhet 1 vjet. Ju faleminderit për këto fjalë emocionuar. Dhe dëshiroj që të veproni dhe
të kontriboni për kombin ton edhe sa tjetjeta, 100 vjetë dhe pak janë, po 200, 300, 1000 sa tjetjeta, veç të dini çka të promovoni. Gjenerata e re është gjenerat e cila rrin krah hapur edhe pret kush t'ja hap derën. Ai që din t'ja hap derën dhe jep hapësirë veprimi, është i shenjtë, jo veç përpara Zotit, po është i shenjtë edhe përpara kombit. Ato më kanë thënë disa herë, profesoresh, mësusja jonë, pse ti nuk del në televizion, je ftuar nga shenja, ju më keni ftuar. Ja, angazhime tjeta, kjo ajo, e tash sot do me thënë ishte për mua një ditë e veçantë. Edhe vendosët pikërisht në këtë datë që të jeni e ftuar. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Zonja Gjyla, jo rastisht edhe studentët e juaj faktikisht çdo herë kanë thënë fjalët më të mira për juve. Mirë po, mund të na tregosh, domethënë, cila është ajo ura lidhse, faktikisht si është krijuar ai raporti që studentët aq shumë ju vlerësojnë dhe ju shohin faktikisht si familje, dhe jo vetëm thjesht si një mësimdhënëse apo profesoreshe shkencave politike. Unë jam mësuese shkencave politike, po përveç atij profesioni, unë kam edhe shumë profesione të tjera. Unë jam nënë, kam një djalë, ka emrin Jon. Unë jam një bashkëshorte, burrin tim e kam arbër Qelikun. Unë jam familjare. Dhe çdo grua, çdo detyrë që i zotohet nga secili institucion, e bën me shumë ndërgjegje dhe me shumë vetbesim dhe me përpikshmëri. Pse? Sepse prej momentit unë kur shkojmë punë, ato studentët e mi i shoh të gjithë si Jonin. Edhe mendimet kurva dëgjoj studentëve të mi, edhe kënaqësit apo pa kënaqësit identifikoj me djalin tim. Unë kisha dashur që djali im të trajtohet në këtë mënyrë, ndaj edhe i trajtoj edhe ata. Edhe, si të them të drejtën, si ta them këtë fjalë unë me raste, jo që i kam këto veç më të rinjt, por edhe ato më të vjetrit, ashtu e kam të incizuar në trurin tim, i shikoj edhe ato si fëmijë. Tash ishte rasti në Hasanbek, 3 nga studentët e mi i kapën vërshimet. Ishte ora 12 e natës, më hypi një siklet, desh plasa, sepse 4 vjet ju kam dhënë mësim. Edhe i them bashkëshortit tim, i them, unë vdiqa, çfarë bëj? Edhe ju shkruaj, asnjëri nuk më përgjigjet. Atë moment s'mund ta përshkruaj, jam ndjer shumë keq. Kur më vonë më shkruajnë studentët, jemi mirë, kemi shpëtuar, këtë atë, më shkruan njëra vajzë, thot, neve mamin e kam me shtypjen lart, thot, lutem profesoresh të vish, thot se veturat ne ka kapur gjitha ujë, shkoj atje, shoh të merr, do thon një gjë, sa kam pasur gjëra shumë të mira në eksperiencën time, në karrierën time, kam pasur edhe të këqija të cilat nuk dua t'i cekt sot, por me që më lidhe me studentët rastësisht më erdhi kjo. Edhe shkova i mora, qartë shofish, do me thon bëra të pamundurën, por edhe atë bëra me ndjenjen e një nëne. Çdo gjë që e bëj, e lidh me profesionin, me kombin dhe me ndjenjen e një nëne. Çdo punë që e bën pastër dhe me këtë nijet ajo del për hajër. Është më sa e vërtetë. Po përzihen nijetet, qëllimet në punë, atëherë aty nuk ka hajër. Nuk ka as hajër dhe as sukses normal në punë, po. Ne rastësisht kuptuam, domethënë ende jemi tek kjo pjesa raporti me studentët që para disa javëve ose para disa ditëve, ju për herë të fundit keni drekuar, domethënë të gjithë bashkë në klasë me studentët, ku ju vetë, domethënë keni bler jogurt dhe bukë, ndërsa disa nga studentët kanë sjellur ajvar. Është vërtet kjo? Kush u ka treguar unë nuk e di, por që e kam bërë, edhe nuk më vjen turp ta them se e kam bërë, sepse ajo që i afron studentët më shumë, ndoshta është edhe nga eksperjenca ime, sepse kam dhënë mësim jashtë në shtete ndryshme. Ju trajnimet i keni kryer, domethënë trajnime të ndryshme kam kryer Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vende të tjera, nuk do të flas për veten. Mënyrat njeriu për të mbërritur në karrierë duhet të gjejë mënyra të ndryshme si të jetë më produktiv. Unë e kam parë gjatë karrierës time, domethënë afërsia me studentët
ka krijuar edhe respekt, sepse në një farë mënyre atyre ju vjen edhe rënd, nuk vin pa mësuar në klasë. Strategjia ime e punës është, unë ju jap detyra shtëpie, i kam mbajmë mësim interaktiv, i kam aktiv në klasë, ju jap detyra klase, kur vjen koha e provimit, ata që nuk kanë mësuar edhe nuk vinë hiç, sepse nga respekti ato ju vjen turp që të vinë. E krijoj këtë raport që ta bëjnë me përgjegjësi dhe ndërgjegjësi punën. Detyrën që e kam për ta bërë, këtë e bëm sepse kemi një lokal, kemi pas një lokal afër punës ku unë kam kaluar pushimin tim me studentët e mi. Në çdo pauzë e kam kaluar me studentët, 2-3 herë ka ndodhur gjatë karrierës time që unë të pi kafe me kolegët, por kanë qenë prezente dhe studentët, sepse e ndjej si obligim moral edhe edukativ, është bërë si pjesë e jetës, sepse ato mund të përfitojnë diçka nga unë. Pastaj ka debate interesante, debate që nuk mund t'i bëjmë brenda ligjeratës, sepse kemi të caktuar, do me thënë, pjesën e ushtrimeve dhe ligjeratës, e vazhdojmë debatin në biseda e sipër në tavolina në kohë pauze. Edhe i pash ishin zverdhur. Thash, çfarë u bë me ju? Tha, profesoresh, jemi të uritur. Thash, më vjen shumë keq. Shkuan hëngrën, javën e ardhshme do të hajmë në klasë, sepse më mirë edhe do të bisedojmë në të njëjtën kohë edhe do të hajmë. Njëra nga studentët solli hajvarin, unë i bleva bukët, edhe jogurtin, edhe i preva, edhe balyra, bukët. Aq kënaqësi e papërshkruar, mbinte sikur gjithë fëmijë kam 20-30 veta sa i kisha, ishte ndjenjë e papërshkruar. Jam pjesë të zhvillimit të karrierës dhe edukimit të gjeneratave të reja të studentëve që unë i bëj me qef. Po, zonja Gjyla, mirë po, e kam patjetër që ta cekun edhe në këtë emision, me që nuk e di, ndoshta jeni një ndër të rallat ose e vetmja, me që deri me tani ne nuk kemi jo se dua të nënshmoj dikën të askën, të asesi, mirë po deri tani ne nuk kemi hasur, do me thënë, një raport të tillë, një profesoresh që ka me studentët, do me thënë që kujdeset aq shumë përveç, do me thënë, punës profesionale që duhet të ligjeroj, ajo njëkohësisht merret dhe me edukimin dhe normal kujdeset edhe para ata sikur me i pasur fëmijë ashtu siç e cekët edhe ju. Dhe tani jam e bindur sepse studentët aq shumë insistonin, do me thënë, për juve dhe aq shumë ju respektonin. Me të vërtetë jeni për merit. Faleminderit shumë. Ishniza, ne jemi të gjithë njerëz. Kur kemi lindur, asnjëri se kemi ditur se çfarë do bëhemi nesër. Unë ndoshta kam pasur ëndra tjera, nuk kam menduar se një ditë do të bëhem mësuese, profesoresh në universitet. Por ja që jeta të ndryshon, dëshirat me kohë ndryshojnë, bindjet me kohë ndryshojnë. Dhe me që fillova ta bëj këtë punë, e bëj me dëshirë, dhe është puna që unë nuk do ta kisha ndruar me miliarda në botë. Është punë e shenjtë dhe uroj që secili ta bëjë me përgjegjësi dhe ndershmëri. Mendoni se çdo kush mund ta bëjë këtë punën tuaj? Tash, çdo kush nuk mund të jetë profesor, secili nuk mund të jetë ministër dhe politikan. Kjo është bërë si tabu kohën e fundit të shqiptarët se a mund ti të bëhesh ministër? Unë po mundem. Pa nesër fillon punë, por sa përgjegjësi bart ajo punë në vete, nuk mund ta kuptoj, sepse ti ke një popull që të beson të tërë, komplet ty të beson. Pastaj, një dëm që do ta bësh nuk e bën veç për fëmijën tënd, po e bën për një popull të tërë. Është e njëjta përgjegjësi edhe puna jonë, sepse unë lej gjenerata e gjenerata, nëse nuk e bëj me përpikshmëri, ndershmëri dhe profesionalitet punën time. Ndaj, ne duhet kemi shumë kujdes në veprimet tona, sepse kombi, gjeneratat dhe shoqëria të dënon. Ndaj, duhet ta bëjmë në mënyrën më të pastër dhe më të ndershme. Ne tani duhet të ndërpresim për disa çaste bisedën, me që është edhe koha e publicitetit, është bisedë e këndshme dhe faktikisht jam i duke u kënaqur, domethënë, me bisedën dhe se si nuk arrim që ta kuptojmë që është afruar koha e publicitetit. Të nderuar shikues, do të ndiqni bllokun publicitar, qëndroni me ne, me që do të rikthehemi menjëherë në studio për të vazhduar bisedën me temën e nderuarën tonë Gjyla Çeliku.
Jem rikthyer në studio, pa humbur kohë me që koha nuk na premton. Zënja Gjyra, një përshkrim të shkurtër, domethënë për inkuadrimin e femrës në ndërshekuj në të gjithë sferat, veçanërisht në influencën shoqërore. Femra ndërshekuj ka qenë e inkuadruar, domethënë me vetë formimin e shoqërisë fillon automatikisht inkuadrimi i femrës në shoqëri. Pse? Sepse femra ka lindur shefa shtetesh, diplomat, politikan, lidera, mjek, profesor, arkitekt. Të gjitha i ka lindur femra. Të gjithë i ka rritur femra. Të gjithë i ka mësuar shkronjat e para dhe fjalët e para, të gjithë i ka mësuar femra. Ndaj, femra është e shenjtë. Por për të marrur pozita kyçe, nuk e ka pasur të lehtë, sepse rrethanat shoqërore, sistemet e ndryshme, sikur ja kanë stopuar rrugën e inkuadrimit, por deri dikund unë e them sepse kjo shkon edhe me natyrë. Tashi nuk ka qenë koha më e mirë as koha e ilirëve, megjithse në atë kohë ka pasur boll femra që kanë marrë vendime kanë marrë pjesë në vendime të rëndësishme, kanë qenë në pozita kyçe. Kemi Teutën, pas vdekjes së Agronit e merr pushtetin dorë Teuta dhe mba një situatë stabile. Pastaj, pas Teutës kemi situata të tjera në për të cilat ka kaluar populli jonë. Unë mund të kisha cekur disa femra kyçe të cilat nuk mund t'i harroj. Historia sa tjetë jeta, kemi nënën Teres, unë jam shumë krenare, unë e kam idol nënën Teres. Shkupi është krenar dhe unë jam krenare, ta citoj që ajo është shqiptare, e lindur në Shkup, e cila la gjurmë të pashlyera në gjithë botën. Shqiptare, e lindur në Shkup, e krishtere, me në shtetësi indiane dhe që beson të Zotin. Dhe ishte e gjithë botës. Unë kam lexuar shumë për të dhe lexoj mënyra e ndikimit të nënës Teres në shoqëri ishte komunikimi dhe dashuria që ju jepte njerëzve. Donin apo nuk donin, kishte raste për shembull Leo Masbru, si përcjellës i nënës Teres, për disa vite shkruan shumë bukur në një pjesë të nënës Teres në librin e tij. Thot, më ftoi nëna Teres që të jem pjesë e takimit të saj me papën. Prej momentit, thot, kur u nisa unë, mendova që duhet veç t'i shoqëroj me vetur. Isha unë, nëna Teres dhe një murgesh. Rrugës duke shkuar mbrim në vend. Edhe, thot nëna Teres, ka mu i thas, ajde me ne. Thot, Leo, unë nuk doja të shkoj sepse atje do të më ndalonin, sepse agenda nuk më kishte mua të parashikuar në takimin me papën. Nëna Teres thot kishte një diktatur dashamirëse, shumë bukur e sqaron, dhe unë isha i detyruar që t'i bindem urdhrit të saj. Unë shkoj. Më ndalon sigurimi, ishte një zviceran i egër, me një shikim shumë të egër, thot, ti nuk i parapar në agendë, ktheju. Nëna Teres, jo i thot, vazhdo me ne. Unë vazhdoj. Kaluam edhe një sigurim, mezi që na liruan, mbrim për para takimit papës, për para dhomës papës, apartmantit papës, kur mbrim aty, edhe, do me thonë, vjen sigurimi kryesor, thot, ndaloni që të gjithë. Ndalon nëna Teres. Thot, ky është me mua, duhet të vi. Po jo, nuk është i parapar në agent, në rregull, me cilin duhet ta bisedoj unë këtë, nëse nuk është i parapar në agent. Me papën, veti drejtohet. Jo, të lutem, papa është duke bërë lutjet, po me që e keni ju ashtu punën, atër mund të vi. Ishte një shembull shumë i thjeshtë që nëna Teres me mënyrën e saj diplomatike dhe dashamirëse, por edhe të ëmbël, me pak diktatur, arriti që priftin ta bëj pjesë të takimit dhe në të njëjtën kohë papën ta gëzoj me praninë e priftit, që e bën lutjen e mëngjesit të dy bashk. Unë doja të dalë këtu që femra, vetë si femër, duhet të ketë vetbesim, duhet të ketë karakter dhe duhet të jetë e guximshme, pavarësisht rrethanave.
Është një themër tjetër që unë shumë e respektoj dhe ka dhënë kontribut madh në shoqërinë shqiptare, është Elena Gjika, Dora Distevia. Ajo është një diplomate, është një shkrimtare, e lindur në Rumuni, e cila vdes në Firenze, por që popullit ton i ka lënë vepra të shkëlqyera dhe do të ngel e paharruar për ne. Pastaj, mos i lej anës edhe disa femra me vlera nga Kosova, përfshirë këtu me që është dita e flamurit, Shote Galicën, Gjev Ladrovcin, Neqmije Pagarushën, sepse edhe arti prezanton kulturën tënde si komp. Edhe në të njëjtën kohë të promovon në përbot. Këta janë disa nga gratë të cilat unë i qmoj dhe i vlerësoj, po i kam edhe si idol. Në Maqedoni mos harroj edhe Sultanën e Qafës. Është nga vendim, nga ana e Kërqovës, edhe dua ta citoj, kam dëshirë. Bashkëdhetare, bashkëvendëse. Tash këta janë disa nga gratë të cilat kanë pasur pozita kyçe në përshekuj. Mirë, po kemi edhe gra, vajza të cilat na promovojnë në mënyrën më të mirë dhe më të duhur në ditët e sotshme. Është Majlinda Kelmendi, që ma bëri shpirtin mal. Pastaj mos ta harrojmë edhe Rita Orën. Shenjtërimin e nënës Teres, Rita Ora e zbukuroi akoma më shumë, sepse gjithkund ku mbonte shqip me një vajzë shqiptare të famshme në botë, me një bukuri të papërshkruar, i mbamulën. Gjithashtu nuk dua ta harroj edhe Nuray Strefin, pse jo? Unë duke ecur, duke shkuar me shoqen time në Vodno, 2 herë në javë, ecim shkojmë deri lart, edhe në momentit mbritjes lart, pushojmë ne të dyja, e dëgjoj një vajzë maqedone që lëshon muzikë në të njëjtën kohë. Duke dëgjuar Nora. Dul Nora Strefi, edhe i them shoqes time, shikoj çfarë u bë. Ju u lumturova shumë, u lumturova edhe unë, kështu që në një farë mënyre arti edhe na bashkon, po edhe na jep ndjenjen e të respektuarit njëri tjetrin. Jo veç, këtë e mora shembull që unë e kam dëgjuar, por Nora Strefi dëgjohet edhe në Gjermani, Zvicër, i kam familjen time në Zvicër që thotë mëngjesi i çdo restorani apo marketi fillon me këngën e Norës. Kjo më pëlqen shumë. Tashi, unë me që flas për gratë, për pak desh dola te burrat, desha të flas edhe për futballerat, pse dionin e kam futballer. Dhe më pëlqen ndjenja që të rinjt e tashëm, të cilët jetojnë në diaspor, ndjehen krenar që janë shqiptar. Pse? Nga të arriturat e të rinjve tanë në përbot. Edhe thonë me shumë krenari që unë jam shqiptar, kur ta shohish çantën e ka me shqipon, kur ta shohish është veshur kuqezis, pse unë jam shqiptar, edhe thonë me shumë plot kuptim dhe bujari që unë jam shqiptar. Për fund, do me thënë, me që është biseda shumë e këndshme, neve nuk na mjaftojnë, do me thënë, këto minuta, duhesh të parapart një emision, ku ta di, 3-4 orë, do me thënë, për të biseduar më gjerësisht. Zonja Gjyla, faktikisht keni një karrierë të suksesshme dhe shoqërizotit edhe familje perfekte. Si arrini, do me thënë, që ju në çdo paraqitje, mirë po edhe në punë të dukeni kaq perfekte, të kujdeseni kaq shumë edhe për veten? Kjo është pjesë që unë e dua. Do me thonë, unë punoj për të jetuar, nuk jetoj për të punuar, e kam pjesë të jetës, sepse femrën e ka falur Zoti të bukur. Bukurinë e saj ajo duhet ta mirëmbaj në mënyra të ndryshme, duke mos e lënë vetesh anën, familjen, sportin dhe përgjithsisht jetën. Kjo është jeta. Unë mundojmë t'i mbërrit të gjitha një qikë si vezor, por kur ka vullnet, aty mbërrien të gjitha. Për shembull, ka raste që unë prej pauzës, prej orarit të punës, mund shkoj deri në shtëpi që t'i përgatis djalit ushqim edhe të kthem përsëri në punë. Djali më luan futboll edhe konsumon ushqim edhe nuk don ushqim jashtë shtëpisë, don në shtëpinë e tij. Edhe unë me vrap shkoj, kthehem, e kryj, i bëj jam pjesë që i bën secili. Unë them vetëm mos mungoj vullneti
energjia pozitive, dashuria Nëna Terez thot. Njerëzit kanë lindur për të dhënë dashuri dhe për të marrë dashuri. Ndaj, jepni energji pozitive, buzëqeshni sa të mundeni, jepni dashuri, sepse të gjitha janë falas, nuk paguhet asgjë. Është mëse e vërtet. Jeta është kjo. Ndaj edhe unë sot dua të jap energji pozitive dhe dashurit e të gjithë shqiptarët. Në në studion tonë, do të thënë, keni dhënë një emocion të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Do me thëmë e paraqitjen tuaj dhe me atë energji pozitive që keni shpërndarë në studio. Faleminderit, shumë faleminderit. Unë ju dëshiroj sukses të shenjës, edhe ty si gazetare, edhe ty të përgëzoj për dukjen dhe për pjesën ambicioze që ti nuk e ndërpret dhe vazhdon me këtë kurajon tënde që ke si një vajzë, një grua, në fakt se edhe ti e nënë, dhe na prift të mbara në çdo sferë. Faleminderit të gjithëve, gjithë shqiptarët kudo që janë gëzuar dhe një herë, dhe jam shumë e lumtur vërtet që më keni ftuar. Faleminderit shumë. Do të kemi edhe raste tjera që kemi të ftuar në studion tonë. Ishte një bisedë me të vërtetë e këndshme që unë e shijova shumë. Suksese në çdo sferë të jetës suaj. Shumë faleminderit. Me të mira, mirupafshim. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju falenderojmë edhe juve që qëndruat këto minuta me neve dhe ndoqët bisedën me të nderuarën tonë Gjyla Çeliku. Ju falenderojmë dhe edhe një herë urime festën e 28 nëntorit. Unë ju lë në shoqëri të rubrikës 2 në 1 me mua shihemi nesër. Gjithë të mirë.